Kornea është pjesa më e përparme e syrit, është totalisht transparente dhe shërben për përcjelljen e dritës deri në arritjen e dritës në pjesën e pasme të syrit. Kjo dritë perceptohet dhe formohet imazhi i parë i objektit që ne shohim dhe pastaj ky imazh nëpërmjet nervit optik përcillet në tru dhe realizojmë atë që ne kemi shikim. Kornea është shumë e ndjeshme ndaj çdo lloji problematike që mund ta prekë syrin edhe vetë kornean. Për shembull, kornea është e ndjeshme në afatsira. Normalisht në pjesën e përparme të korneas, kornea është e veshur vazhdimisht me një shtresë loti diku te 1 mm. Por sidomos në ditët e sotme me përdorimin e teknologjisë, thahet kjo shtresë loti dhe kornea mbetet e ekspozuar ndaj ajrit. Duke mbetur e ekspozuar ndaj ajrit, kornea dëmtohet deri diku, plasaritet, bëhet më e ndjeshme. Pacientët ose njerëzit vinë me sy të thatë, me sy të skuqur, vinë me ndjesinë sikur kanë rërë në sy, sikur kanë ashkla në sy. Kjo vjen si pasojë e tharjes asaj shtresës lotit që gjendet në korne. Problemi kryesor dhe më i shpeshtë që prek kornen sot për sot, i cili po shkon edhe drejt moshave të vogla për shkak të përdorimit të gjatë të teknologjisë, të telefonave, të kompjuterave, të tabletave, është tharja e shtresës lotit dhe automatikisht tharja e korneas. Një problematik tjetër që prek kornen janë edhe infeksionet e ndryshme. Kornea në fund të fundit është një ing i gjallë, preket nga shumë infeksione. Infeksioni më i shpeshtë që prek kornen është infeksioni herpetik ose herpes. Herpesi është një virus oportunist që rri i fshehur në mbaresat nervore, rri në fund të fijeve nervore, qoftë në sy, qoftë në lëkurë, qoftë diku tjetër dhe në pak kur njeriu ka një problematik që ja ul imunitetin, si për shembull diabeti, si për shembull stres, përdorimi i tepërt i kortizonikëve. Gjithë ato janë faktorë që ulin imunitetin dhe virusi përfiton. Herpesi sa herë godet kornen, aty lë ndonjë shenjë. Dhe kjo shenjë duke u zgjeruar, kuptohet që dëmton në mënyrë të ndjeshme shikimin. Duke dëmtuar shikimin, nuk ka asnjë shans tjetër për ta rikuperuar këtë shikim vetëm duke ndruar kornen. Kornea duhet ndruar me një korne tjetër, për sa kohë që sot për sot nuk kemi korne artificiale, jemi të detyruar të marrim kornen në individ tjetër që sapo ka ndruar jetë. Një problematik tjetër që prek kornen është një sëmundje e quajtur keratokonus. Keratokonusi është një sëmundje degenerative e korneas. Nuk i dihet shkaku 100%, vetëm një nga faktorët dihet që është alergjik në moshë shumë të hershme dhe kruarja e syve prej fëmijëve, duke mos qenë në dieni të kësaj gjëje, i kruajnë syt vazhdimisht, i fërkojnë kaq fort saqë bëjnë një ballgjimi ose një lloj, si thua, hollohet shumë shtresa e përparme e korneas dhe kjo del, zgjatet dhe rritet kurbatura, domethënë rritet pjerësia, tushmaja e korneas, nëse e konsiderojmë si një kodër, dhe kjo zgjatet duke u holluar. Keratokonusi ka disa faza, gjithmonë zhvillohet më shumë te një sy dhe më pak te syri tjetër. Është me fat ai person që keratokonusi zhvillohet dhe qëndron në fazën e parë, sepse pacientët mund të rregullohen me syze. Pastaj janë faza e dytë dhe faza e tretë, në të cilët përdoret një lloj trajtimi që quhet crosslink për ta stopuar të paktën përparimin edhe progresin e keratokonusit. Dhe janë të vështirë për të trajtuar ata pacientë kornea të cilëve është kapur në faza shumë më të vonshme. Kjo është faza e katërt, në të cilat shtresa më e përparme dhe qendrore e korneas është holluar kaq shumë saqë në çdo moment ajo mund të çahet, lëngu i syrit mund të derët për jashtë dhe çdo lloj infeksioni, bakteri apo virusi mund të depërtojë brenda syrit dhe kjo është bën rrezik shumë të madh sepse infektohet i gjithë syri dhe vetëm që për ta shpëtuar tashmë jetën e njeriu është vetëm heqja e syrit. Në këtë fazë të keratokonusit, i vetmi trajtim që mund të bëhet është transplanti urgjent i korneas. Vendet e tjera europiane kanë të sistemuar këtë lloj problematike, kanë bankat e tyre të korneve, siç kemi bankat e legëve, siç kemi bankat e gjakut, të cilët marrin gjak në rast kur i duhet një pacienti. Jashtë shtetit ashtu ka dhe banka korneale dhe në raste kur kemi perforacione spontane dhe akute, domethënë të menjëhershme dhe të shpejta të korneas, si në rastin e keratokonusit, atëherë pacienti shkon me urgjencë në spital, merret një korne e freskët nga banka e korneas, që është brenda këtij spitali dhe implantohet menjëherë në syrin e njeriu.